E kemi një hadith madhështor që transmeton Ebu Hurajra nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë: El imanu bid'un wa sab'un shu'ba, ose el imanu bid'un wa sittun shu'ba. Pastaj ka vazhdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë: fa afdaluha qawlun la ilaha illa Allah, wa adnaha imatatu adha anit tariq wal haya'u min al iman. Hadithi që na tregon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot: imani ka disa pjesë. Këtu në hadith ka 70 disa pjesë, 73 pjesë, 60 disa pjesë. Thot, e para, më e vlefshmja, më e larta është me thonë la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Allah i nasip në boft me dalë para madhnisë Allahut në ditën, edhe natën e vorit, edhe në ditën e kiametit, duke dëshmuar këtë se s'ka xhennet pa shahadet. Qelsi xhennetit është shahadeti. Dhe ky shahadet dëshmohet me fjalë, ky shahadet dëshmohet me zemër, edhe ky shahadet dëshmohet dhe me vepra. Mos me pas shahadetin na ti nuk vjen mu fal. Mos me pas shahadetin ti nuk e përmend Zotin. Mos me besu xhennetin ti nuk e përmend Zotin shahadetin. Prandaj qelsi për në xhennet është shahadeti. Allahu na mundsoft me përmend sa më shumë. Sheikh Uthejmini kur e sqaron këtë hadith, imani është disa pjesë, nuk ka vetëm një pjesë edhe jo disa elemente. Pi pjesës imanit është shahadeti, pi pjesës imanit është namazi. Edhe janë ibadetet e zemrës, është friga ndaj Zotit, shpresa ndaj Allahut, dashuria ndaj Allahut, këto janë ibadetet kalbije. Ibadetet e gjuhës janë me thonë estagfirullah. Ibadetet e gjuhës me thonë salavat mbi Muhammed a.s. Ibadetet e gjuhës me thonë la ilaha illallah, me thonë subhanallah. E ibadetet e trupit janë ti që ke ardhur sot me zemër, me gjuhë dhe me trup e madhron Allahun. Kjo është imani në të cilën e kanë definu ahlu sunneti wal jamaa. E dyta, thot pejgamberi alayhis salam, mesazhin dëgjoni me vëmendje, e fundit e imanit është me hek pengesën nga rruga. Shifë Islami çfarë detali na mëson? Me hek pengesën nga rruga. Jo mu bë shkak ti me pengu rrugën, po prej imanit, imanlia nuk pengon rrugë. Imanlia nuk ta zen udhën. Imanlia nuk gjun gjubre në rrugë. Imanlia nuk ban zullum në rrugë. Imanlia e sheh një gur e hek. Imanlia e sheh një dru e hek. Imanlia e sheh një kert huj i thot largojo, parkojo mirë, e ashtu me radhë. Prandaj Islami çat shumë është detaj, shumë incidente vijnë nga ne për shkak të kësaj pjesës në thojza, po them, imanit më të dobët, ku ti nuk je kujdesshëm në rrugë, e zën në rrugën, edhe këtu të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me pas kujdesje, me hek pengesën nga rruga prej imanit. Imanin se ki tamam nëse ti e zën rrugën. Imani nuk e ki tamam nëse ti pengon. Sa incidente, sa kaose banë të na për shkak mos kujdesit të muslimanëve për rrugët dhe lagjet e tyre që jetojnë.